Bordi i Paqes dhe gjykata speciale janë dy temat që i ka bashku krejt politikën e Kosovës. Albin Kurti, Bedri Hamza, Lumir Abdixhiku e Ramush Haradinaj e kanë përkrahur Vjosa Osmanin para mbledhjes së parë të Bordit të Paqes, një nismë e Donald Trumpit për Gazën. I gjithë spektri politik dje ishte kritik ndaj kërkesës së prokurorisë për dënimin e Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit në total prej 180 vite burgim. Edhe Kurti edhe Osmani edhe të tjerët reaguan ndaj kësaj kërkese të prokurorisë që dorën e zemrën ngjalli shumë indinjat dhe dyshime mbi procesin në Kosovë. Janë të rralla rastet kur sheh kaq shumë unitet në politikën kosovare. Ndoshta kaq shumë unifikim në mendime kishte vetëm në kohën e çlirimit me 1999 dhe të pavarësisë. Sidoqoftë, të dyja zhvillimet janë të rëndësishme për Kosovën. Bordi i Paqes është i rëndësishëm për të ardhmen e Kosovës. Është një mundësi për të forcuar subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës, ndërsa gjykimi në Hag i katërshës së madhe të UÇK-s është i rëndësishëm për rrëfimin tonë mbi të kaluarën. Përtej rolit si mekanizëm drejtësie, gjykimi në Hag ka potencialin e hapjes së një shtegu të ri interpretues mbi vitet e luftës dhe të pasluftës. E ky rrëfim i ri do të jetë goxha problematik nëse ata dënohen. Do të ngjall pikpyetje e ndoshta do të jetë shumë i kundërt me rrëfimin që ne besojmë për luftën tonë për liri e çlirim dhe për luftën e UÇK-s.